Është interesante të shikosh transformimin e shoqërisë shqiptare nga vitet 90-91 deri më sot, nga një shoqëri që pothuajse ishim gjithë varfër, prisnim, i barabartë në varfëri. Domethënë kemi qenë një shoqëri që në përgjithësi dorëzuam. E vërtet. Prisnim çat na binin gjithë. Jo se nuk na mungonin aftësitë. Dhe këto i kanë treguar shqiptarët. Se çështje mundësive më shumë se sa aftësia, po. Mbasi dolën, lëvizën, shkuan perëndim sidomos në shumë vende ndryshme ku kanë shfaqur aftësi të jashtëzakonshme. Edhe shoqëria jon ka krijuar një lloj reflektimi, besoj unë, tash si një pjesë e mirë e shoqërisë ka krijuar një lloj mirëqenie, por që e ndjen që ajo rahatia e brendshme nuk është aty ku duhet, sepse nuk realizohet vetëm me anën materiale. Gjithmonë e themi që Zoti e ka dalluar njeriu dhe e ka veçuar nga gjithë krijesat e tjera. Dhe besoj se shoqëria jon ka filluar ta ndjejë këtë nevojën e ushqimit shpirtëror. Edhe një pjesë e mirë kam vërejtur edhe në për xhamit, edhe në për ato ambientet bamirëse ose në fondacionet bamirëse ku shpesh herë angazhohemi dhe me fushata të ndryshme, por edhe te medreseja e kështu me radhë. Do të shikosh që njerëzit janë të orientuar tek dhënia e pamirësisë dhe ndihen shumë mirë kur japin. Fillojnë ndjejnë një lloj kënaqësie pavarësisht se dimension tjetër tash. Ana fetare, domethënë ndjejnë, kanë ato mangësitë veta, qoftë informacione këto, por kur fillojnë e ndihen përveç faktit që e japin në një vend ku nuk kanë dyshime që abuzohet, pra sepse transparenca ekziston edhe personi që e merr ndjen më shumë si përgjegjësi, tash duhet ta çojnë në vend këtë që ma la porosi ky edhe pra ndihen, po vetë ata ndihen mirë, madje kërkojnë edhe dhe vazhdojnë në bashkëpunimin edhe më tej.